Kujtohet që në atë kohë ka qenë shumë interesant, po punonim shfaqjen Vdekja e Gjergjesit sipas rrotullarit të Beqir Musliut dhe regjisori i shfaqjes Rushdi Mehmeti e tha një fjalë, tha para premierës, e mbaj mend, sepse po e përmend me qëllim se i takon edhe pjesës së komunikimit, dikuj tha sonte mund t'i dhezët feneri dhe gjatë gjithë jetës do të merreni me art. Dhe si duket kjo më goditi mu, po mënyra si e tha, forma si e tha, dhe fillova ta përjetoj, domethënë, këtë ndjenjë, dhe fillova të mendoj më tepër që të merrem si, domethënë, profesionalisht me artin, edhe pse në atë kohë, si çdo i ri, kisha provu edhe sportin e gjëra tjera, futbollin e krejt. Mirë po nuk ekzistonte akademia në Fakulteti i Arteve dhe akademia në Kosovë, ekzistonte në Beograd dhe në vende tjera në ish Jugosllavi. Dhe në njërën nga ditët doli një shkrim në rilindjen e asaj kohe. Ishte domethënë titulli Teatri Kombëtar pa dashnar.